i prerë në këto qëndrime? Po, realisht unë po flisja për disa nga skenarët ndoshta reale, se më të mundshëm që mund ndodhin, pajtoj që është goxha problematike që zotëri Kurti si politikan ndoshta të themi kështu të shejpen në çështjen e presidentit, por gjithsesi aq më pak e shoh që zotëri Kurti ta pranoj një kandidim nga shoqëria civile, edhe për faktin se gjatë qeverisjes së tij shoqëria civile ka qenë në xhum. Kemi 3 vjet ose 3 vjet e gjysmë që nuk ka hapje të projekteve ose thirrje të projekteve nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe zotëri Kurti absolutisht ka dëshmuar që nuk është se ka bërë diçka për shoqërinë civile në Kosovë gjatë këtyre viteve. Edhe takimet kur i ka pasur të shkurta, nuk i ka lëvizur ato mekanizmat për përfaqësimin e shoqërisë civile dhe të institucionalizojë një formë rolin e tyre në shtetin e Kosovës. Pajtoj që një shumicë e madhe ka votuar lëvizjen vetëvendosje që të udhëheqë me vendin, por jo edhe për presidentin, sepse populli i Kosovës ka